Rikëthujem sërish në studio, pasi po am Stambollin, këthujem në Prishtinë, por do të flasim për Spanjën, do të flasim për Rio Krasniqin, është një djalë i ri nga Kosova, por që prej shumë vitesh jeton në Spanjë dhe atje ka kryer edhe studimet në Universitetin e Malagës, ka diplomë për histori dhe gjeografi dhe në Universitetin e Granadës ka master për formimin e mësuesve, por sigurisht do të flasim në detaje për rrugtimin e Rios në Spanjë edhe në këto universitete që përmenda. Rio, përshëndetje, faleminderit shumë që na u bashkangjite në pasditë sot. Përshëndetje, Shqeni. Shumë faleminderit për ftesën se erdhën në program. Fillim du të them se më falni si nuk të kuptoni mirë gjuhën shqipe që folje, po jam rritë Spanjë. Amo me gjithë qefje jam shumë i lumë të se edhe këto me juve. Ne kemi bërë bisede dhe për para se të nisim emisionin dhe po e them vetëm që ti flasë shumë mirë gjuhën shqipe, që që mos në një vetëm. Kaq, sepse je shumë i artikuluar edhe në gjuhën shqipe. E nisim pak historinë e jetës tënde. Më tregove që ke jetu pjesë më të madhe të viteve të tua në Spanjë, si ndodhe? Jam lindur në Prishtinë, amo prior dhe se nga ona Kamenicës. Amo jam rritë Spanjë, që ke thonë ma mbrapa. Edhe këtë jetën tëme që në rrëth jetës tëme e kom kry shkollën, e kom kry fakultetin, magjistrimin, tënat. Edhe gjithë e kom pas qatë krenari se e kom qenë shqiptar. Ke shoshni që ke kam atje në Spanjë, ke ndihen se e din se jam shqiptar dhe ndina krenar. Edhe për mu për më prezentu këto është një lumëturi, një knaqësi se me ditë populli pak shqiptar, se diaspora nuk veç vjen për me shku me punu, po pak po dëna mjazdrit ftyrën në vendis tonë edhe historinë në vendis tonë. Nku, ne kemi shumë shqiptar në vendet të ndryshme të Evropës, po në Spanjë nuk ka ndërshta dhe Pikërisht Spanja nuk ka shumë banor, amo si të ka, hajde bojrëm të onese, nuk foli në gjuhën shqipe e shkor, kur të foli bez telefoni, kur foli me familjarë, kur të vi këtu në vendin tem, amo atis gjuhës shqipe veç e përdore kur të jam të shpia. Por me gjitha të edhe ndikimi i nënës në këtë rast, ka bo që ti me e rujtë gjuhës shqipe? Po, faleminderit nënës, ajo kun ajo që me thonë shtylla jetës tem, ajo ka dasht mu me ma dhonë atë menqurien për me ditë shka është kombi, shka është lamuri, shka është gjua. Pa ta unë sot si shakon që to, edhe du të me thonë 95% shka kam ditën e sot është faleminderit së nënës time, pa tjetër. Sami, kur e din sakt sakrificat e prendërve për me ajit këto. Ti ke shku 2 vjeç në Spanjë, më tregu me ma herë, do thotë je formua atje. Si e kujton fëmirin tënde në një vend të huaj ku nuk ka shqiptarë si përmende? Spanja për mua është shtëpia ime, se ndalimi për tjera shteteve nuk e di, nuk e kam qatë eksperiencë, amo Spanja është një vend se janë njerëzën shumë të hapur, janë njerëzë të japin shumë oportunitet, është një shtet se të afron ka veti, nuk len anash. Edhe faleminderit këtë bursëve sene si kun fitu në beshtit të Spanjës, ku mujt me arrit dhe ku mujt me kry qitë diplomim që kam, qitë magjistrim që ka kum arrit, edhe gjithë e kum pas një lumëturi që thoko, nuk kum pas një kujtim të keqë për Spanjën. Gjithë jam i falenderum, zemrën e kam damen Diana, që me thëmë për Kosovën Shqipëri, si shqiptar edhe si spanjol. Edhe Spanja që ti ka ofru këtë mundësit, ti ka bo më besoj ata ma kanë ofru, po që shjo, ma kanë qelirën, ma ka thonë, atë s'moj me refuzu ata, ja, s'moj me thonë. Shumë faleminderit për Spanjën, për këtë, shumë. Nërko, me siguri, shkolla mesme edhe shkolla fillore kanë qenë të zakonshme, nuk është se është dashur me pasi ndo një vendim, po kur erdhi ky vendimin që ti dëshiron me studiu historinë, gjeografinë dhe to që të dyja me i pas lidhura me rrënjët e tua, me prioritën tënde? Pikërisht, kjo unis, une para se me studiu fakultet janë konë muzikant e shkollë muzikës profesional në Spanjë, im shoj violinës edhe pianos. Amo në gjithë e kom pas, shme thonë që shtëmi na këto maraki, kom pas muziken edhe ma shumë me muziken tonë edhe kom dash me shpëndo pak muziken tonë me njërë shkencës. Amo di shka ka ndru mendjet e onë se gjithë historia konë një landë në shkollë mesme se gjithë e kom pas një afrim ma nga veti edhe që të mos geografia.
Edhe do shta me studiu qitë drejtim, edhe është drejtimi më të mirë që ka ku mujtë me bojit në zdime, se jo se ku mësu shka s'mos, amo ku më arrit edhe ku mujtë me kuptu disa do zona sena. Edhe për mu është një kënaqësi se mujta me arrit që ata. Edhe magjistrim, po gjithë ku më pas shef, mu bo profesor, edhe mu kom profesor shkollë të mesme dhe gimnasium, që shqythin atje, por mu është një arritje shumë të madhe, pse shumë po pëlqen me kallëzu historien, kom qef me kallëzu historien me mënyrë thjesht, pasht, pse këtë bota mërë me ta kallëzu historien me mënyrë shkencëtare, me mënyrë terminologjie, se i përdore në ditë shkencëtar, ama unë kom qef me kallëzu me mënyrë thjesht, edhe me bashkëpunu me fëmijë, është një punë shumë të këndshme edhe për mu është një arritje shumë të madhe. Në nëse në ndalime dhe pak të çështja e studimit të historisë të Kosovës në kuadrë të universitetit në cilën përfundu në Malaga, si ishte, dhe them, përshtypja e profesorëve, rretit atje, sepse ne po flasim për një vend që vazhdon edhe sot mos e njeh shtetësinë e Kosovës. Mirënjohja e Kosovës ditën e sotët është një temë shumë komplikuar, ama kur e kom apliku që tim për mbrojtjen e diplomës për UÇK, se ndrina shumë krenare, shumë trim që ka kam bo në vitin 1998-99, kur e kom zgjedhë që tim, nuk kom pas asë një ndalim për asë një profesor, ama kom pas shumë bështetje, kom pas krajin për më ndimu për me bashkëdu, se ko një tenë shumë interesant. Kosova është një shtetë se ko një histori shumë e gjatë, shumë komplikume, edhe kom pas shef me donë pjesën e parë, me donë qatë hapin e parë, është një pakic, po me pakic ka pak mund të rritet matësia. Edhe për me po qitë punem, qitë zbolem se fola për shtetën teme dhe për ushtrimin shqiptare kosovare, është për një krenarie dhe lumëturi për mu si shqiptar se e vërësoj, nuk e kumë përjetu luftën, ama po më imaginu në bes studimeve të mija, lezimet të mija, disa ovra, disa sene shkencëtarve, edhe nuk kumë pas asë një ndalim për profesorëve, ketë anën tjetër, ketë kumë pas për kraje, po. Po, a ki pasi ndonjë më dyshje në qoftë se kjo është tema e duhur, sepse po flasim për ushtrinë shlirimtare të Kosovës në Spanjë? Problemi është se u konë një temë shumë e dyshimt, ama se do njerë se e mojnë të temën, e mojnë të bisetën se është një organizat kriminale, do e mojnë se shteti i Kosovës u kryu për Amerikën, ama që për ne, mëne këmë dosh me adhonë një pasqyrje, këmë dosh me adhonë një këshyrje për me kallëzu se nuk është një organizim kriminal, është një organizim se u kriju për liberalizimi e drejtësiave shqiptarve. Në mbes dunimit edhe mbes pa drejtësijat e shtetit e Gjugoslav, nuk kena mujtë me arrit edhe senet e tona, për që ta faliminderit atë Korajo që kam pas ushtarët e tonë, edhe falindërimit ata, sot jemi ku jemi, mujna me folë gjuhën Shqipen tonë, jemi të lirë, jemi të hapur, çdo moment se kalon, jemi ma shumë shtetë të fort, edhe do besoj se do të shkoj mirë. Edhe është shumë e bukur sepse ti ke lind pas luftës, atje gjenerate pas luftës, nuk e ke përjetu luftën, por krejt çka ti mundesh me ndjej krenari për ushtrinë shlirimtare të Kosovës, për popullin e Kosovës, për ato çka ne si popull kemi kalu është me të dëgjuar, me ato çka ke dëgju prej familjarëve dhe me ato çka ke mësuar pastaj kur je rrit. Kështu që në këtë aspekt sa mendon që është e rëndësishme që edhe të rit me e ditë, me e kuptu mirë ato që ka kalu populli i Kosovës, edhe flasim për fëmijët e diasporës. Po, pa tjetër. Mendoj se na gjenerata mas luftës e kena obligim me shpondoj historien tonë, mos me harru kombin, mos me harru flamurin, mos me dit pikajt povimi, çka kanë arrit ata se kanë luftu për neve. Edhe gjenerata jonë e ka që këmë thënë obligushëm edhe du në munir krenar, edhe me ditë edhe me studiu, edhe me analizu, edhe me shpërndo për këtë botën. Qëta shpërtimin e diasporës. Diaspora është popull e shqiptar se jeton bes tjetër kulturës. Si diaspora shqiptare në Spanjë, Zvicër, Gjermani, zdo vend, Amerikë, Australi, na e kena edhe obligim me azdrit edhe me pastru ftyrën e Kosovës, kombis tëndë, me ditë që ka Shqipëria madhe, që do me thënë një terminologjia,
me di çka është Ilirida, çka është Janina, çka është pjesa e arbereshve, çka i vjen historia jonë, pika i vjen veshja jonë, muzika jonë. E për çata gjenerata jonë, si të mujna me ambrit i kina kushtet, se çdo botë nuk e ka kushtet, ama si të ki kushtet, me arrit edhe me përballu edhe me thonë, unë jam shqiptar, që kjo është vendi jem, që kjo është kultura jem, edhe nuk jam shka jo menoni. Na jena një popull të drejtë, se kena qef me arrit edhe kena qef me mbri largë. Ko ti Rio përmende më herët përshtypjen që është kriju për shqiptarët në disa vende, sidomos në Spanjë, do thotë ka një perceptim të gabuar për sa i përket shqiptarëve, dhe kjo besoj që vjen pak si shumë peshë ose barë mbi supet e juve që jetoni atje, sidomos rinis që mundoheni me punë me ndryshu. Sa mendoni që keni mundësi me ndryshu këtë perceptim, ose jemi duke shku si popull në rrugë të duhur për ta ndryshu këtë perceptim që ekziston në Spanjë, por ekziston në vende të tjera? Po, jam dakord se është pak vështirë, se është vërtet se na nuk mujna me rrejt, nuk mujna me thonë se nuk ka grupe kriminale, grupe sene, tani na më qëto tema nuk po du me intervenu, ama pi qëto probleme na që ka bu diaspora tjera, se na generata e re, që ka shkollomi, që ka krymi shkollo, që ka punojnë, jemi punëtore dhe munomi, na duhet pikeresht me thonë, na nuk jemi në qitë mënyrë. Në Zvicër janë shumë popull shqiptarë që punojnë, qojnë 6 mëngjesit, 5 mëngjesit, deri në ora 6-7 nuk thejnë të shtëpia. Ka popull në Amerikë se punojnë ditë e natë, ka popull në Francë se punojnë ditë e natë. Aty janë të kallëzu vetë nëse ne jemi një popull punëtor, na nuk dorëzohemi, edhe falenderohemi. Edhe për që ta ka njerë bëjmë i gjithë të zhuro me flamurat e tona, pse ndime krenar, nuk e arrojnë apikat povimi, a nuk e arrojme atë ndima që ka në jepë që shtetë. Edhe gjithasht, që ka mëj me thonë. Nëse flasim edhe për punimin e diplomës, nëse i kthejmë edhe njëherë temës UÇK-s që ju keni përdor, në ato tema ju keni marrë burime ndërkombëtare. Sa ka qenë kjo e rëndësishme për ty që t'jetë e kuptueshme edhe për popullin spanjoll dhe për profesorët spanjoll? Do të mos me qenë e njanshme, por me qenë pak ndërkombëtare gjitha informacionet që ju keni gjetë, dhe a ka qenë një vështirë me u punu si i tillë? Une kum përdor autora me burimin kombëtare dhe kum përdor autora për shumë të kont t'jashmes, për shembull. Pse kum përdor? Se na nuk duhet të vesh me pa perspektiven e jashmes shkencëtarëve, se ne po duhet me pak perspektive dhe e këtuhit. Une në punimin tem, jo veç ku marrë do vjersha, për shembull Zimaj Kadareo, për shembull do tjera vjersha të më rëndësishme, ama ku marrë edhe ku bo entrevista. Për shembull ku bo entrevista me komandant Hasan Morina, pse doshta me marrë një perspektivë më të mbrendshme nga unë QKS. Edhe për që ta une doshta me dhonë si një pashyre me kallëzu se mujna me dhonë informata ndërkombëtare edhe me dhonë informata përjashme, do me thonë. Edhe pikërisht nuk u konë si me thonë vështirë, se si ta kallëzojsh me mënyrë thjesht edhe të paqët, çka do me thonja e çdo sfide, aty nuk ka asnjë lloj probleme. Në kohë dhe besoj që pikërisht dëshira për ta tregu akoma më shumë historinë, po vjen tashmë po flasim vetëm për historinë e popullit tonë, po në përgjithësi ju ka shtyrë që në studimet e master të jeni pikërisht në atë drejtim ku ju mundeni me ushtru edhe profesionin e mësuesit ose profesorit në vazhdim. Si keni ndërlidhur këto të dyja? Por magjistrim si profesor pak është vështirë, se na do të me drejtu me basiliqave të edukatës qeverisë Spanjës, që është ka krijuar, edhe që Spanja është një shtetë se nuk e nje Kosovën, edhe do të me thonë informatën nuk mujna me thonë, mujna me përmen as parvarësien e Kosovës o jo. Amo eksperiencën tem, kur ku mujtë më bu profesor, gjithë zonëzat e mija, ku bu si një loj, por me kallëzu pak darje e Gjukoslavijës, kur janë konë për pregatitje për fakultet. Edhe shumë veç në tha, më të ishin profesor pika e tje, i thëshem jam shqiptar, amo i shqiptar i Kosovës. Ata të shmendën. Tha, pse pe përdor flamurën e shqiptarve e nuk pe përdor flamurën e Kosovës?
Edhe ta në aty fëmija, kur nuk din diçka o të vetë për diçka, aty më hapët këto si një krajnë, si me thonë, po ta kallëzoj po me njërë thjeshtë. Amo nuk uzova se më bova ki me orë në i debat politikë, se në i prind mërë me të kallëzu me thonë nuk e pranojna qitë sfit. Amo gjithë kum pas respekt, gjithë kum kallëzu me një respekte, dialoge edhe mirë. Ka shku mirë deri tash. Deri tash ka shku mirë. Çfarë mendoni se duhet bëjnë më shumë të rinj të diasporës për të përmirësu ose për ta ngritur akoma më shumë imazhin e Kosovës në sy të tuajve? Na, si diasporë, do të me respektu vendin ku qëndëm, ku jetojna, ku e mbajmë jetën. E di se disa do qiptarë diasporës me gjithë shefin vinë Kosovë, dhe sezonën verore, sezonën e dimrit. Do të me respektu, do të me ditë ku jemi, se jemi në shtëpi huaj, edhe do të me vlerësu pse jemi që aty. Edhe mojna me majt në patriotizmin, mojna me majt në gjuhën tonde, me një respekte, me një dialogot, nuk duhet bashkë me shti flamurën tonë për para tyneve, ajo nuk du me pas atë edukat, du me pas një mënyrë pacifiste, me thonë që kjo është flamurë jem, unë e të respektoj, të më respekton, edhe qështo mendoj me një personale se duhet me më konë që qëto. Sa shpesh je në Kosovë? Këtë dashurin tënde për Kosovën, sa ke mundësi me përmbush duke ardhur, duke vizitu vende? Dashuria ime për Kosovë është kaq e madhe se kur të kam mundësi vi këto. Është e vërtet se pak është të vështirë se mbas larësijeve, mbas kohës, pikërisht tash në qëtë moment se para 3 vite janë konë, edhe pak e kom pas qatë nostalgji, qatë melankoli për me marrë vendin tem. Pse, se si kultura jonë, ushqimi jonë, njerëzit tonë, muzika jonë, kujshite tonë, gjithë kur të shofin me një ftyrë të këndshëm, edhe ndihesin në shtëpi, edhe për mu sa të kam mundësi, edhe kam si të më blenë jeta, me folë, sa të moj me ardhë të vendin tem, se ndina krenar, edhe kam shumë qef me ardhë vendin tem, edhe si të moj me vizitu nga ona tira vena Shqipërisë, edhe ata e ndisi vendi jem, se jena shqiptar, njëtë në gjak jemi, edhe që, po, pa tjetër. Edhe duke ardhë në kohë të ndryshme, po më ndonë që po zhvillohet Kosova, të pëlqen mënyrat se po zhvillohet, të po të pëlqen rinjia, se po ke mundësi me komuniku me po paka shumë mendësin këto, me bo krasimi me rinin e Spanjës. Qatë analizën e vogël që ka kumë bo, pesho se gjenerata e rej jonë edhe populli e kina ik pak qatë kufit që ka kina pas mbrapa, edhe që jo mu, që atë peshkelqenë Kosovën, atë e kalzën realitetin tonë, edhe ndryshimi i rrugave, qytetave sene, po shkon për para edhe po ndina krenar dhe po ndina i lumëtur, se pesho se vendin tem është të shku për para, të shumë mirë. Më vjen shumë mirë kur na thonë. Edhe mi shumë mirë vëqja. Sepse vërtet gëzohemi shumë edhe jemi shumë krenar për diasporën tonë edhe shumë krenar për secilën familje shqiptare që pavarësisht se jeton për shumë vitesh. Jashtë vendit e ruar me fanatizëm gjuhën shqipe edhe e imponon le them në një mënyrë të duhur dashurinë për vendin pavarësisht se jeta mund të bëjë që jo gjithë secili me jetu në vendlindje, kjo ka qenë gjithmonë dhe do tjetë gjithmonë, po me gjitha të është e rëndësishme që me i ditë rënjët edhe mos me e harru gjuhën edhe dashurin për vendin tonë. Rion, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit. Shumë falenderit. Shumë knatësi.